Prej vite, tregtarët dhe qytetarët janë të detyruar të përballen me hapësira të pamjaftueshme dhe kushte të vështira, të cilat nuk garantojnë as cilësinë e produkteve, as sigurinë ushqimore. Përkundër situatës, qytetarët vlonjat kërkojnë ndërtimin e një tregu dinjitoz ku produktet e bujqësisë të ruhen dhe të shiten në kushte të përshtatshme, ndërsa tregtarët shprehen se shpresojnë për ndryshim pas shumë viteve në situatë të papërshtatshme. Së fundmi, Bashkia e Vlorës ka prezantuar 2 projekte për tregun e hapur të qytetit, i cili do të ndërtohet në zemër të Vlorës. Ky investim parashikohet të ndryshojë tërësisht një zonë që për vite me radhë ka mbetur e braktisur, duke e kthyer në një hapësirë funksionale dhe moderne. Çe duam ne tregun e ne jemi Somali këtu. Shikoj si është sot karon shishi si janë bërë. Sa vite keni punoni? Unë kam 10 vjet këtu. Në këtë vend kam 10 vjet. Pa kushte pa gjë. Na është besim kemi po të shohim. Ku çfarë besimi do kemi më? 10 vjet tu asnjë. Shikoj si janë bërë baltë vetë. Ka marrë që në mëngjes, në shia, shikoj robat. Çfarë themi ne, çfarë tu themi? Të ngre pensionet, pse si ngriti pensionet po e gënjeu popullin me 2000 lekë. Po vinë ata. Ne keni pas projektin që është prezantuar për tre? Nuk dim gjë, s'na i kanë treguar. Nuk dim gjë, shpresa s'kemi as të një. As të një parti, as të njëri. Çfarë do themi? Çmimet janë shumë të lira. Njerëzit nuk kanë lekë të blejnë. Vjeni shikon pensionisti dhe nuk e merr. 80.000 lekë pension merr. Unë jam në fshat. 80.000 lekë çfarë do bëjnë mua? Çfarë do ha? Do ujë, drita, do mba familjen? Kjo është këtu. Ky popull është skandaloz. S'kan ku të venë ja. Pyet edhe ikë, nuk e merr dot. Po na bëhet, më i tregimi të punojmë në atë shkallë. Keni shumë kohë që punoni në kushte të vështira. Jesoni 192 sajve, 34 vjet. Keni besim se do të bëhet? Kam shumë besim se jo. Ta nuk gënjejnë. Kam besim, na ka dhënë llaf. Mase do bëhet. Mase do bëhet për ne halë gjithë. Duhet ishte bërë që më përpara. Se është gjuna që Vlora gjithë ky qytet me gjitha këto mrekullira, shesën rrugëve edhe këtu është gjuna. Në çfarë kushtesh keni punuar gjithë këto vite? Ikën ato të harruara. Ato qofshin të harruara. Unë kam 24 vjetë këtu. Beson dhe shpreson se do të bëhet. Po, në ashtin njerë i fundi s'kan më ku marrën lekë dhe ky ka betur. Sipas bashkisë, rjetëzimi i tregut nuk do të shërbejë vetëm për të promovuar dhe mbështetur bujqësinë lokale, por gjithashtu do të zgjerojë qendrën historike dhe do të ofrojë ambiente të reja shumë funksionale për qytetarët.